ekzistojnë. Kjo që e thatë nuk ka vetëm veçori e popullit tonë. Besimi se simptomet të ndryshme psikiatrike, si ankthi, si deluzionet, çrregullimet perceptive, depresioni, vezveset që ju thot populli, ose idetë obsesive, kompulsionet të ndryshme, çrregullimet psikiatrike, vjen nga bota e padukshme, është një besim, një bindje shumë popujve në botë. Gjithë ka kinë për Evropën perëndimore, në Amerikë, psychic, e qelë aty një lokal, atë shumë psychic, unë merrna me egzorcizëm, unë merrna me largimin e gjinëve prej trupit njeriut, unë merrna me këte, unë merrna me atë. Do thotë kjo është dukurin këtë botën. Pse? Se truni është i pastudium, ende, vetëm 2-3% e funksioneve të neuroneve të trunit është i kuptuar nga shkenca, dhe njëkohësisht ekziston në atë domenin e identitetit ose besimit, ekziston ai koncepti i botës së padukshme. Bota e padukshme, në të cilën ekzistojnë edhe krijesat të tjera përveç njerëzve. Dhe kjo tash krijon hapësinë, kur nuk ka dijet mjaftueshme për me kuptu këte, krijon mundësi për manipulime. Dhe njerëzit prej stigmës që e kanë nga frika, nga smundja psikike, ikin te persona paramedicinal, në mënyrë që mi ik asaj, unë nuk jam i smut psikisht. Unë kam një ndikimi nga kjo bota e padukshme. Këtu ka shumë për të bërë në hapësirën tonë, në shtetin tonë, edhe në shtetet e tjera, po unë po foli për shoqërinë tonë. Ka shumë për të bërë në vendosjen e urave të bashkëpunimit ndërmjet bashkësive fetare që i njohin dimensionin fetar të çështjeve dhe shoqatave profesionale. Gjithmonë keni qenë për një bashkëpunim, një familje dhe koordinim. Në atë mënyrë rritet niveli dijes. Kjo është ajo që... Para se ta formuloj pyetjen, ju në bisedën tuaj folet shumë për fëmirin, ndikimin që ka familja, rolin, rëndësin, shumë çka e lidhnit me familjen dhe ambientin familje. Tani, feja muslimane është kundër martesës ndërmjet personave të gjinisë njëjtë. Si çdo fe tjetër, jo vetëm muslimane. Edhe fe tjera, me qenë se ju jeni musliman. Ndërkohë, shkenca në vazhdimsi krijon mundësi për të bërë me fëmijë edhe përveç mënyrës natyrshme. Qoftë më thonë përmes teknologjive, IVF-i apo rrugë tjera. A mund të themi një farë mënyre se shkenca që po e krijon njeriu, po na çon drejt shuarjes së familjes tradicionale, sepse po na jep mundësi ta ndërtojmë familjen në një formë tjetër. Shkenca vërtet, shkenca e bazuar në prova, shkenca e bazuar në hulumtime, gjithmonë shkon në drejtim të fuqizimit të lidhjes së njeriut me Zotin. Një hulumtim që është bërë, 99% e fituesve të çmimit Nobel, që janë shkencëtarë nivelit më të lartë të shkencës, janë besimtarë e besojnë Zotin. A mjafton kjo për me kuptu këtë raport? Do thotë, shkenca mirëfill gjithmonë shkon ka fuqizimi i familjes. Ka fuqizimi i raporteve të shëndosha të njeriut me Zotin, mas pari, me familjen, me rrethin e gjerë. Pra integrimin, jo ndarjen e këtyre koncepteve. Nuk mund të funksionojnë në mënyrë normale të ndarë identiteti social, identiteti kombëtar dhe identiteti fetar, identiteti kulturor. Gjitha aspektet e identitetit njeriut duhet të funksionojnë, të komunikojnë në mënyrë harmonike njëre me tjetrin për të pas mirëqenie të shëndetit mendor. Tash ka në çdo lami, edhe në lamin e shkencës, ka pseudo-shkencëtarë që zhvillojnë koncepte pseudo-shkencore për një temë dhe